Imigracioni hebre dhe shtënia në dorë tokës janë në zemër të tensioneve komunale në Palestinë. Objektivi sionist ishte të shtojë popullsia hebreje mandatit britanik nëpërmjet imigracionit pa kufizuar, për të patur kështu një pretendim të besueshëm për ekzistencën e një atdheu kombëtar. Sionizmi në fakt ishte një projekt i kolonializmit të ardhasakëve, të ndërmarrë në kurriz të popullsisë lokale arabe. Arabët e Palestinës e kuptuan se synimet sioniste kërcënonin pikërisht ekzistencën e tyre dhe i kundërshtuan ato duke u përpjekur të negociojnë me Britaninë për ta kufizuar imigracionin dhe kalimin në tjetër dorë të tokës. Kur kjo taktik dështoi, ata u kthyen nga revolta armatosur. Imigracioni hebre në Palestinë u krye në një seri valësh të quajtura Aliyah, dy të parat qenë përpara luftës së parë botërore. E treta, nga 1919 në 1923 u përbë nga rreth 30.000 imigrantë kryesisht nga Europa lindore. Një numër tjetër prej 50.000 imigrantësh, më së pari nga Polonia, arritën në Aliyan e 4 midis viteve 1924 dhe 1926. Prurja e emigrantëve u ngadalsua më pas në mënyrë të konsiderueshme deri në vitin 1933, kur ngritja e Hitlerit dhe partisë naziste e shpejtoi ikjen e mijëra hebrejve nga Gjermania dhe Europa qendrore. Ndonse shumë prej këtyre refugjatëve nuk ishin sionist, kuotat kufizuese të imigracionit të imponuara nga vende të tilla si Shtetet e Bashkuara dhe Kanadaja i detyruan ata të kërkojnë strehë në Palestinë. Në vitet e Aliyas së 5, nga 1933 në 1936, imigruan në Palestinë rreth 170.000 hebrej, duke dyfishuar befas madhësinë e Jeshuvit dhe duke shtënë panik në komunitetin arab. Komuniteti hebre në Palestinë numëronte afërsisht 382.000 frymë nga fundi i vitit 1936, një rritje e fortë nga 93.000 frymë të regjistruara në vitin 1922. Popullsia arabe u rrit gjatë të njëjtës periudhë nga rreth 700.000 në 983.000 frymë. Kësaj, popullsia e Palestinës u rrit me më shumë se 500.000 frymë në më pak se 15 vite. Nuk është fare për të habitur që në një rajon me potencial të kufizuar bujqësor, pronësia e tokës së lirueshme u bë çështje konflikti. Organizata sioniste kryesisht përgjegjëse për negocimin e blerjeve të tokës ishte Fondi Kombëtar Hebre, që tokën e blerjes shihte si mall të tërë popullit hebre dhe u jepte atë me qira vetëm hebrejve me një çmim simbolik. Kalimi i tokës punuar nga pronësia arabe në atë hebreje e rënoi fshatarësinë palestineze, e cila në vitin 1936 përbënte ende 2/3 e popullsisë arabe të mandatit. Dy shpërthimet e mëdha të dhunës komunale gjatë viteve të mandatit mes dy luftrave botërore, trazirat e murit të vajtimit të 1929 dhe revolta e madhe e viteve 1936-1939, ishin të lidhura në mënyrë të drejtë për drejtë me çrregullimet e shkaktuara nga imigracioni dhe kalimi në tjetër duar i tokës. Hetimet e përsëritura britanike për shkaqe të këtyre incidenteve vetëm shërbyen për të vënë në pah natyrën jo funksionale të mandatit. Në korrik 1937, Britania dërgoi Lord Pillin në Palestinë për bërë pajtimin mes arabëve dhe sionistëve, të cilët ishin përfshirë disa herë në trazira vdekjeprurëse. Ky komisioni kryesuar nga Lord Pilli i dha fund mandatit britanik të Palestinës dhe ndarjen e shtetit mes arabëve dhe hebrejve. Kjo zgjidhje unike nuk e kënaqi asnjërin prej dy palëve të prekura. Komiteti i Lartë Arab e kundërshtoi ndarjen si një shkelje të drejtave të banorëve arab Palestinës. Nga ana e tyre, udhëheqësit sionistë pëlqyen parimin e ndarjes, por e panë si të pamjaftueshëm territorin e ndarë për shtetin hebre. Kjo solli revoltën e madhe kur forcat rebele arabe u përleshën me milicit sioniste dhe me 20.000 trupa të Britanisë. Revolta pati një bilans të rënd, më shumë se 3.000 arab, 2.000 hebrej dhe 600 britanik ishin vrarë, ekonomia Palestinës ishte në kaos dhe udhëheqësit arab që gjendeshin në mërgim apo në arrati. Meqense shtetet arabe ishin të përfshira gjithnjë më shumë në çështjen e Palestinës dhe lufta e madhe në Europë po afrohej, Britania filloi të ndryshojë kursin me qëllim të bashkëpunimit me ata dhe shfrytëzimit të resurseve arabe si aeroportet dhe nafta. Në këtë sfond, Ministria e Kolonive thirri një konferencë anglo-arabo-hebree në Londër në shkurt të vitit 1939 dhe hartoi një politikë që pashmangshmërisht do të linte të pakënaqur njërin prej palëve. Kjo politikë e bërë e njohur në librin e bardhë 1939 i tronditi sionistët. Libri i bardhë thoshte: "Prandaj, qeveria e madhërisë së tij deklaron tani prerë se nuk është pjesë e politikës së tyre që Palestina të bëhet një shtet hebre."
Dokumenti deklaronte se imigracioni hebre do të kufizohej në 15.000 vet në vit për gjatë 5 viteve të ardhshme, në fund të cilëve do të ndërpritej fare nëse komuniteti arab nuk e miratonte vazhdimin e tij, se kalimi i tokës hebrejve do të kufizojë në disa zona specifikuara dhe se Palestinës do të jepej pavarësia brenda 10 viteve. Por të gjitha këto e humbën kuptimin pas luftës së dytë botërore dhe fati i Palestinës do të merrte rrugë pa kthim. Toka e Sicilës gradualisht do të pushtohej nga sionistët, që në vitin 1948 të shpallej shteti sionist i Izraelit.